Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Java që u mbyll kishte dy lajme nga diplomacia. E para, presidenti i Republikës Bajram Bega shkarkoi liroi nga detyra 5 ambasador të shtetit shqiptar në vende të ndryshme. Dhe e dyta, mbas më shumë se 2 vjetësh, gati 3 vjet, 2 vjet e gjysmë, 3 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më saktë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump caktoi si ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri generalin Eric Wendt, akoma se kemi mësuar këtë, a ka preardhje nga gjuha gjermane apo është tipik amerikan. Këto dy ngjarje unë do diskutoj sot dhe jo vetëm këto, me një nga ambasadorët më të spikatur, më të vlerësuar që ka pasur Shqipëria në këto 36 vjet. Gazmend Turdiu ka qenë ambasador, diplomat karriere, ambasador në 2 shtete që Shqipëria ka pasur marrëdhënie me të vërtet veçanta, në Zvicër dhe në Gjermani. Zoti ambasador, faleminderit që pranovat ftesën. Ju falenderoj për ftesën. Ja është kënaqësi për mua. Rrallë ka ngjarje diplomacie, do të mirëfillta në diplomaci shqiptare, gati kështu janë hermetike ose kur, por befasti del një dekreti presidentit dhe shkarkohen, lirohen ishte atje, shkarkohen 5 ambasador. I mora ata të 5, asnjëri s'dinte gjë. I mora të 5 ambasador. S'dinte gjë, pam, tani e morën vesh. Njëri bile ja thash unë, pu të shbëra thash. Qa pata unë tash? Ai më kur më tha, mos di gjë, tha. Nuk po e them emrin, ë? S'ka rëndësi. Ç'ishte kjo? Atëherë, kjo është një simptom, jo fakti i lirimit tyre nga detyra, po kjo që përmendët ju tani, që dhe unë tani po e marr vesh nga ju, është një simptom e gjendjes së rëndë të cilën ndodhet drejtimi i shërbimit të jashtëm. E theksoj drejtimi i shërbimit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Po ç'do të thënë drejtimi dhe jo shërbimi? Sepse unë vlerësoj shumë kolegët me të cilët kam punuar për 32 vite, kanë lënë gjurmë të thella në dobit të Shqipërisë, kanë lënë gjurmë të thella dhe në marrëdhëniet me vendet tona partnere dhe me vende jo dhe aq partnere, sa vendet cilat marrëdhëniet tona mund të kenë qenë problematike. Por shoh në afërsisht 20 vitet e fundit, pa e marrë të 20-ën si shifër fikse, një degradim të mënyrës si ky shërbim drejtor. 20 vitet të fundit, domethënë edhe qeverisjen e Partisë Demokratike dhe qeverisjen fundi i qeverisë së Partisë Demokratike, po. Tani me keqardhje, unë nuk kam, domethënë unë jam në punës karriere. Ka ndërhyrë politika, se ju keni qenë dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme. Po, 2 herë. Dhe ka ndërhyrë politika? Po. Po si në ç'formë, se unë di dhe besoj edhe opinioni i gjerë që politika ka përqindjen e vet kur emëron ambasador, po ku ndërhyn politika te një ambasador në kuptimin që dëmton shërbimin ton? Ndërhyn në 2 aspekte kryesore. Një në kriteret e përzgjedhjes, nëse janë profesionale apo jo, dhe për fat keq shoh që kriteret kohët e fundit nuk janë aq profesionale. Dhe e dyta në shkeljen e procedurave dhe të kritereve të ligjit. Dhe po të shikoni dhe ndryshimet ligjore që janë bërë kohët e fundit, unë në një intervistë tjetër i kam quajtur të ngjashme me ligjin për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Domthonë ligji është shkelur. Prisë është e bukur kjo. Si. Do ligji për shërbimin diplomatik. Ligji që është miratuar tash së fundmi është një ligj i ngjashëm me legalizimin e ndërtimeve pa leje, sepse të gjithë ligjet e mëparshme kanë pasur kufizime në numrin e emërimeve politike dhe në nivelin. Dikur ka qenë e lejuar vetëm të emëroje 10% të politik, 10% të titullarëve. Të titullarëve, të ambasadorëve domethënë. Po tani kjo është shkelur. Se sa është tani? Sot kemi rreth 60%. 60%. Po, rreth 60% që nuk vinë nga karriera. Domethënë ju jeni duke thënë atë 10%-shin. Ai 10% e bëri 60 dhe pastaj bëri dhe ligjin tani duke hequr kufirin e emërimeve politike në shërbimin e jashtëm. Tash s'ka kufi? Tash s'ka kufi. Po ka dhe më keq. Nëse lejoheshin 10% të emërimeve politike si titullar, çdo vend të botës. Si titullar, dhe kjo është pothuajse në çdo vend të botës, është normale. Është normale. Ligji u shkel duke emëruar, duke bërë emërime politike dhe në nivelet e tjera të përfaqësive. Ne kemi përfaqësi këtu dhe shumë të rëndësishme, si për shembull misioni jon në OSBE, që më duket se në mos gaboj ka vetëm një diplomat karriere, gjithë tjerët i ka emërime politike. Po si ka mundësi zoti ambasador?
Këtë pyetje mos më bëni mua, sepse unë nga brenda kam bërë luftë aq sa mundja. Tani ky ligj ka kaluar në gjykatën kushtetuese? Ky ligj do kaloj gjykatën kushtetuese dhe unë jam pjesë e këtij grupi, unë jam pjesë, nuk është shqyrtuar në gjykatën kushtetuese. Jo, a e keni bërë pa dim? Po, unë jam pjesë e tyre që kanë bërë pa dim. Këtë isha duke thënë që ky është bërë pa dim. Këtë isha duke thënë, jo të marrë shqyrtim, jo. Tani gjykata kushtetuese e ka futur në kalendarin e saj? Nuk ka përgjigje akoma, sepse tash kanë filluar procedurën. Do ju prisni radh parë një përgjigje nga gjykata kushtetuese që e futsin në kalendar. Së pari duhet na legjitimoj, së dyti duhet shohim nëse ka një kazus. Dhe ne presim për këto dy përgjigje nga gjykata kushtetuese. Okej, zoti ambasador, tani më falni, nëse mund bëj një koment tjetër. Unë sot kam 2 vjet që jam shkëputur nga shërbimi aktiv. Ju jeni shkëputur se jeni në pension? Jam pension, po. Po mirë, kjo ka një pyetje tjetër, kjo që ju më fal që ju pyet, sa vjeç jeni zoti ambasador? Unë me 6 prill musha 67. 67 vjeç. Ju jeni shumë i ri, ju të bëheni 100, po si vlen më shumë shërbimi diplomatik? Kam një pyetje drejt për drejt. Një 67 vjeçar me një karrierë 40 vjeçare në diplomaci apo një emërimi 25 vjeçare ambasadore në Katar? Atëherë, unë mendoj që emërimi 25 vjeçare ambasador kudo që të jetë dhe kushdo qoftë personi pas një paragjykim për përgatitjen e këtij personi është i papërshtatshëm. Sepse diplomacia nuk është një profesion që mësohet në shkollë. Është një profesion që fitohet me punë. Është si puna e notit që mësohet duke notuar. Ti nuk mund të çosh titullar të një përfaqësie, aq më tepër një përfaqësie të vogël që nuk ka ndihmë nga personeli tjetër i karrierës. Ti s'ka ndonjë staf nuk ka pikë në përvojës. Më kam përshtypjen se është vetëm. Është vetëm ajo. Kam përshtypjen. Tani, po të bëj një pyetje kështu nga ato të natyrës time, nëse do e mëroj yt bir ose djali juaj ose vajza juaj 25 vjeçë ambasador diku. Tani ti do lumturohesh, do kënaqesh apo do i thoshe djalit tënd mos e bëj këtë se nuk të shkon, nuk takon dhe nuk e përfaqëson vendin? Është kollaj të flasësh në mënyrë hipotetike, por unë besoj që me të vërtetë do t'i thojë jo. E di pse? Sepse unë vetë jam bërë ambasador 33 vjeç dhe kam parë pengesën. Unë vi nga një fushë tjetër në diplomaci. Po ju jeni inxhinier? Jam inxhinier. Inxhinier ndërtimi kam studiuar dikur. Inxhinier ndërtimi, ha? Inxhinier ndërtimi. Ose s'u more me kulla me kështu më ambasador ti i futet diplomacin, po ti kishe bërë pallate në Tiranë, ishe bërë milioner mo? Ndoshta dy arsye. Ndoshta paraja nuk ishte vetëm në mënyrë që të shpërblen dhe të mbushet kënaq. Ndoshta njeriu ka dhe motivime të tjera në jetë, dhe unë besoj që motivimet e mia nuk janë vetëm thjesht buka e gojës. Kur u futa në diplomaci në 92-shin, padyshim ka qenë një emërim politik. Unë isha bashkuar i fronti që kërkonte ndryshimin e formës së regjimit të Shqipërisë, të formës drejtimit të Shqipërisë, dhe konsiderohu shkëputa nga puna ime, në atë kohë isha pedagog në universitet, në katedrën e mekanikës ndërtimit. U shkëputa siç shkon njeriu në një shërbim ushtarak, që do bëj një shërbim e do kthehem prapë. Por u dashurova me këtë. Edhe ngel atje. U dashurova. Edhe pse kthimi im dhe i kolegëve të mi të emëruar në 92-shin u bën në 97-ën, pra ka qenë një tronditje. Unë vendosa, nga që pëlqente shumë ky profesion, vendosa të qëndroj aty dhe mos i kthehem. Ju jeni nga familja e njohur Turdiu në Tiranë? Familja Turdiu, po. Do të thonë, cila është lidhja juaj me Qazim Turdiun? Është xhaxhai. Është xhaxhai juaj Qazim Turdiu. Nuk e dija këtë. Do të thonë, tani e kuptova edhe këtë bashkimin tuaj në 92-shin. Patjetër. Por nuk ishte vetëm, në atë kohë ishte një front, nuk ishte e mori drejtimin një parti politike, por në fakt ishte kushdo që do të përmirësoj ishte masive, nuk ishte. Qazim Turdiu e mori atë vlerën që meriton dhe kemi nderuar siç duhet. Shoqëria shqiptare ka nderuar? Unë besoj që po, ka një shkollë që mbahen në emrin e Qazim Turdiut, është bërë dhe mësues i popullit. Domethënë, ai ka qenë profesor i respektuar dhe në kohën tjetër, kjo është e vërteta. Edhe në luftën e dytë botërore, edhe gjatë regjimit. Ai është një nga themeluesit e Universitetit të Tiranës. E them me shumë edhe me përulësi, po dhe me krenari, thënë që jam një prej tij. Në fakt kanë qenë 4 vëllezër ata që merreshin matematikën, po ai ishte natyrisht më i shquari. E respektonin dhe më kujtohet bashkë me Kiço Fundon tregonte që në katedrën e matematikës ishin 2 koltuqe të vjetër, dhe aty uleshin vetëm këta të 2.
dhe nuk I thrisin edhe në format politike, që ishin këto bashkime profesionale, ata borgjezët, po I ishin pozitivisht ata borgjezët. Që I thoshin ata borgjezët? Po kanë qenë themeluesit e universitetit. Dy koltuqe, se unë po prisja më thoshe që në silograf, kështu ke parasysh si dy koltuqe ishin beautiful mind, kështu që u jepni këtyre profesor më të mirë, pa. Do të thonë këtu ishte me respekt ishte me koltukë. E vërteta është që e kanë. Ishte në një farë mënyrë I linin të qetë në punën vet, nëse ata të tjerë mblidheshin në format e organizimit ku diun partia bashkime profesionale. S'bësh fjalë për antarësinë. Nuk ishte antarësi. S'bëhet fjalë. Po Enveri e goditi Qazim Turtiu? Po I shpresht së pari nxori atë në pension në mënyrë të menjëhershme dhe pse ishte me titull profesor. Po pse nxori për shkaq që ishte histori e famshme lidhet me atë historinë e fejesës me djalin me Meçeu të vajzës Qazimit. Kështu filloi persekutimi, domethënë së pari nxori Qazimin në pension. Kjo ishte goditja e parë. Kjo ishte goditja e parë, pastaj përjashtoi Silvën në shkolla. Silva është përjashtuar 2 herë. Një herë. Silva është përjashtuar 2 herë ambasador, do një herë për këtë rast dhe një herë me 2 korrikun e ambasadave. Se iku dhe e përjashtuan këtu, apo se di këtë? Jo, këtë nuk e di. Po, domethënë se më ka thënë Paridi. Domethënë, ata ikën ata 2 korrikut dhe iku dhe Silva. Të detaj nuk e di, apo nuk kanë. Jo, po këtu s'merresh vesh atë sepse u shthur gjithçka. Pastaj mas Silvës përjashtuan një djalë Xhaxhaj Timin nga universiteti, pastaj përjashtuan mua po Xhaxhaj tjetër. Pse përjashtuan dhe ty? Po. Qa thua? Ju ishi student akoma dhe? Unë isha student vitin e fundit në inxhinieri. Inxhinieri ndërtimi dhe të përjashtuan? Po. Po çfarë thanë? Më thirrën në zyrën e kuadrit dhe më thanë që ti nuk plotson kushtet për të qenë student. Që ishte kjo mëse unë do pyesa për diplomacinë. Jo, po shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. Kjo do të thonë është e jashtëzakonshme. Ju ishit Çuni Xhaxhaj të Silvës, ishit nipi I Qazim Turtiut, dhe përjashtuar nuk keni përshtatje. Ju besoj ishit student ekselent. Në diplomë, në listën e notave diplomës time ka vetëm 2 nënta. Me një si ka qenë e pjesa tjetër nuk është 5, janë 10. Si ka qenë e ditë ai momenti kur thanë që I përjashtuar nga universiteti? Atëherë pritej, sepse kuptohesh ky përshkallëzimi ishte I qartë. Ju keni biseduar me Paridin, kështu që unë detajet e ngjarjes. Jo, po them vetëm të pjesën tuaj se unë se di. Pjesa ime pritet çfarë do ndodhte. Edhe kjo pritej? Jo, pritej që domethënë pritet ndodhte diçka, po se çfarë preshtimi nga shkolla ishte më I lehti. Ka qenë me që po e them këtë, ishte mëngjes, ora e parë e leksioneve, lënda e betoneve. Po e shmang emrin e pedagogut. Po thuaj, pse? Jo, po e shmang, është një lloj, ai nuk është më në jetë dhe unë nuk dua ta përgojoj se nuk mbrohet dot. Por kjo që ka ndodhur ka qenë kështu, ka qenë tek korpusi qendror universitetit. E ke qenë te korpusi, jo këtu. Te korpusi. Atje bëshin leksionet e betoneve. Po mekanika. Jo, aty ishin inxhinieria, mekanike dhe ndërtimit dhe ato inxhinieret e tjera. Korpusi qendror, atje ka qenë. Futet pedagogu në sallë, ne ishim 3 grupe brenda, se leksionet bëshin 3 grupe bashkë, rreth 60 veta, sallë e madhe. Pedagogu hyn dhe ndërkohë që po shkonte tek katedra me 3 ato regjistra dhe listës studentëve, me një ton shumë të ashpër thotë Qazim Turtiu shkojnë në kuadër. Në moment dëgjoj një nga mrapa meje. Sepse lodha letra dola, ishte e qartë, ika. Ky person që ishte profesor, që ishte domethënë specialist I famshëm dhe shumë I mirë I lëndës betoneve, që kishte edhe një pozicion partijak. Mendoj që nuk kishte nevojë të tregonte partishmëri, kush e di se çfarë. Nuk ishte komunist. Ishte profesor. Ishte komunist, po jo pozit kështu. Po jo, ishte komunist dhe ishte në pozit. Kishte një rol brenda universitetit, po nuk dua ta identifikoj, sepse më thash, nuk është një jetë, nuk mbrohet dot. Dola shkova në kuadër, aty pash një sjellje krejt tjetër, në kuptimin sjellje njerëzore. Më tha ulu Gazmend. Më tha profesor Filanit vik tek ju.
Po tha, më duhet, ju atë citoj që më duhet të njoftoj, pra nuk i hoqje dozën personale, ndërsa i profesori futi dozë personale. Kjo ishte thjesht një punojse kuadri. Më duhet të njoftoj, tha, që të është nërperet dhe studimet. Thashun, pse? Nuk plotëson kushtet për qenë student. Nuk plotëson kushtet për qenë student? Edhe unika. Pastaj shkova bëra ushtri në Xhenjo, të repartet e punë. Ushtrin të çuan direkt ushtar? Tunelet e Skraparit. Qa thua? Tunelet e Skrapari ku? Po, në Radësh. Ti ke qenë ushtar? Unë kam qenë ushtar në tunel, unë kam punuar në tunelet e Radëshit. Më duhet unë do të thirr të ras një herë tjetër për diplomacinë, se ti kjo që ka fantastike. Po mira, ishin vit 3 juve. Ishan vit e fundit. Vit 4. Po vit 4. Atëherë ju i kishit kaluar atë se nëse bëj 2 vjet? Po e kisha kaluar, po nuk gjithsesi, domethënë nuk më zbritën nga ushtria 3 muaj, nga një për çdo vit universitetit, periudha e zborrit që bënin atëherë, i zbritën nga ushtria 1 muaj zbor, bën 1 vit ushtri. Më fal, e kundërta. Për çdo muaj që kam bërë në zbor, më zbritën nga 1 muaj në ushtri. Nuk u lirova në fund vitit, u lirova tetor. Dhe 3 vjet ke qenë atje? 2 vjet. 2 vjet ke qenë atje? 2 vjet kam qenë fillim në Radësh, pastaj prapë në Xhenjo në Rinas. Do të them, po ky ishte ajo, do të direkt çuan ushtar dhe po njerëzit e tjerë të familjes çfarë ndodhi, se kjo nuk ishte vetëm... Motra ime mbaroi gjimnazin dhe nuk i doli drejt studimit. Babai im u me leuqemi dhe vdiq, nëna vazhdoi punën deri në pension. Babai. I të dy arsimtari kam pasur. Si rezultat i shqetësimit. Tashi nuk mund të them, dikush thot kështu, dikush nuk mund ta them, domethënë leuqemi akute pati, iku më herë. Kjo në 1980-ën? Kjo histori, unë jam përjashtuar me 23 nëntor të 82-shit. 82-shit. Një vit mas i këshin ndodhur historitë pashë. Tani si njeri, jo thjesht publik, po si me një status nivelit të lartë, ju besoj keni pasur dhe kreshërim, por me Meqeu, çfarë ndodhi me atë njërë, pasi do të pyes për fëmijë? Nuk e di dhe nuk ka shumë thashë theme. Jo thashë theme, se unë po pyes Gazvend Turdin. Unë do doja të shtoja diçka tjetër. Në një takim që kemi bërë me studentët, me inxhinierët ndërkohë të universitetit, shumë vite më vonë, unë isha në shërbim në jashtëm, kisha mbaruar shërbimin në Zvicër, punoja, isha drejtor në Ministrinë e Jashtme. Bëhet takimi vjetor, bëhet takimi i studentëve, mblidhemi bashkë dhe kishim vite pa u takuar, gjithkush filloi të tregonte historinë e vet. Unë ngrita thash, unë do ta vazhdoj historinë time, thash atje kundër sepse ata kishin qenë prezent kur unë u përjashtova. Dhe tregova këto që ju thash juve tani. Një shoqja ime shumë e mirë në universitetit, kolege e asaj kohe, dhe që sot jemi miq familjar, shkojmë vim bashkë. Tha, Gazeta, po ti nuk e di çka ka ndodhur kur dole jashtë. Çfarë ndodhi? Ai pedagogu që s'kishte nevojë të tregonte partishmëri, sepse ishte dhe antar partie dhe i kishte të gjitha, domethënë çfarë i takonte me titull të tjerë, tha, ik se s'kemë pa më kurrë këtë derë. Unë këtë e kam marrë vesh vite më vonë. Dhe kjo është, prandaj them nuk dua t'ja përmend emrin thjesht për studentët. Studentët më kanë ardhur në shtëpi. Megjithëse po, disa. A mund të thuash emrat? Që t'i nderojmë kështu për këtë akt, sepse të bëhe këtë akt në atë kohë, ne dy e kuptojmë këtu, po për shembull ky brez i ri se kupton fare këtë, çfarë do të thotë ti vije në shtëpi në momentin që ti u përjashtove të erdhë në shtëpi. Po. Ja vlen të thuash disa emra nëse i marr. Po, me shumë kënaqësi. Mi thuaj. Sepse janë njerëz që treguonin integritet. Po, njëri është një shok i imi familjarisht, Dimitër Gusho. Tjetër është kjo inxhinierja që tha më tregoi të episodin, Lavdia Birbo që sot mbi emrin nga i shoqi. Tjetër. Anila Hasanaj. Tjetër. Po. Jo, ata që më edhe. Ele me kaq. Domethënë këta ishin personat që më kanë qendruar afër në momente më të vështira. Nuk u the ti që rrezikoni që erdhët? Jo, vetëm se nuk harroj kurrë mirësinë e tyre. Akti jashtëzakonshëm ka bërë. E keni treguar integritetin, bravo i qoftë, se pas keni bërë diçka për shokun tuaj, po keni mbetur një histori. Dhe unë do gjej mundësi ndonjëherë që emrat e këtyre do t'i shkruaj, se kjo historia jote, kjo që ka të thuash roman, skenar filmi, kjo është pak. Po mirë, ju ushtar Xhenjo, ë? Ushtar Xhenjo. Domethënë nga student inxhinierisë ndërtimit në ushtar Xhenjo, dënim më të madh, domethënë më rënd se sa në burg. Është kështu? Se them dot se nuk e provova burgun. Po burgu çfarë ishte? Ata ishin kampe pune.
S'më pëlqen të përdor fjalën kam përqendrimi, po kam pra, po e di pra. Domethënë edhe uniformën e kishim ndryshe, nuk kishim kapele, kishim bereta dhe nuk kishim këpucë, kishim opinga. Për t'i dalluar nga larg, këta janë ata. Këta janë ata. Aty ishin pothuajse gjithë të persekutuarit. Aty ishin një pjesë ishin provuar burgun, kryesisht për çështje politike. Jo, vetëm 5 ishin kur ishin. Ata ishin në një orë fëmijë në një të njëjtë? Jo, ishin thjesht njerëz që kishin zënë. Tjerët ishin ordinar? Ishin zënë halli, të tjerët ishin kryesisht ordinar dhe ishin ca të tjerë pasaj që shërbeshin për. Si e përballova? Shërbenin për e përballova. Tani, u thoshe njërë të kanë në një rasti kur ishe ambasador që të thoshe që unë jam i dënuar ati, do të kanë çuar në ushtri dhe në ushtar gjenjo? Jo, sepse nuk i bën nder vendit tim që ka ndodhur kjo. Nuk e ke thënë këtë? Jo. Bravo. Në shërbim jo. Bravo më kur. Okay. Në shërbim se kam thënë kur sepse është një në fundit kur një diplomat përfaqëson vendin e vet dhe po nuk ndjeu dashuri dhe nuk ndjeu dhe patriotizëm po deshe, është një fjalë shumë e konsumuar, por unë i besoj. Po mi pastaj erdhe në Tiranë, mbarova ushtrinë? Mbarova ushtrinë edhe në Tiranë, kam punuar në Uzin Dinamo Tornitor. Tornitor, po deri pak në prag të ndryshimeve, në 89 u ripranova në shkollë, mbarova. Do të thënë pastaj u ripranova 89. Po si pranuar në 89 s'kishte rënë? Po kishte një lloj frymëmarrje. Kishte një lloj frymëmarje. Është një histori shumë e gjatë, ishte një lloj frymëmarje në atë kohë, u ripranova, mbarova shkollën, fillova punë në universitet dhe pastaj ndodhen ato që. Fillova direkt punë në universitet. Se një vit kishit ju. Po. Dhe mirë, po të bëjmë pyetje kështu se në dy korrik ikën 5000 shqiptarë. Nuk ishte asnjë intelektual, asnjë. Pse si ke ju? Nga kush do hapim sytë? Nuk e di. Nuk e gjej dot. Shumë njerëz spekulojnë me të kaluarën, bëjnë tregoj flasë. Silva ishte akoma e re dhe ju ndërprej ajo, ndërsa ju pedagog. Nuk e them dot. Se thash shumë njerëz spekulojnë me të kaluarën, bëhen më të zgjuar nga çka kanë qenë. Unë nuk e gjej dot arsyeën pse nuk i ka. Nuk e pata atë shtysë të mjaftueshme për të bërë këtë gjë. Bëre në një akt, sepse ti e urre regjimin besoj. E urre, sigurisht. Në brëndësi. Po sigurisht. Bëre në një akt. Në brëndësi më po edhe po të thoja unë që e dua regjimin s'ma besonte njeriu. Tani bëre në një akt vetë që të jo thjesht ta kuptojnë ata që ishe kundër, po bëre një akt që me të vërtet ndikoi që jo. Po pse? Jo, nuk kam bërë asnjë akt, po e para punës gjë është më kryesorja dhe ndoshta kjo është edhe pse ai regjim ngelin në kohë. Nëse unë do të bëja diçka do ta psonte gjithë familja ime. Kisha një nën, kisha një baba, kisha një motër. Dhe nuk doja të bëja dëm. Tani për fajin e regjimit ti u dënove. Po kur e thoshi njerëzit thosh për shkak të Silvës. Po çfarë kishte Silva? Kishte faj, unë nuk e kam thënë kurrë këtë. Nuk i vë dot emër personit. Ishte formë e regjimit e tillë. Formë e regjimit. Ne për shkak të historive të familjes, gjërat na janë bërë me vështirësi, po na bëheshin. Një pjesë sepse Xhaxhai Qazimi, profesori, kishte reputacionin që kishte dhe kishte aksesin që të paktën në nivelet intelektuale dhe respektonin, që tash respektonin dhe në atë kohën tjetër. I madh po ashtu ka qenë pedagog i matematikës, autor librash. Baba juaj ku ishte pedagog i matematikës? Ishte tek shkolla pedagogjike. Këtu? Po. Do të thënë ishte nëna mbretëresh ajo? Ajo. Shkolla pedagogjike dhe pastaj tek konferenca e Pinotit, aty doli në pension, domethënë. Aty doli në pension, aty vdiq. Harrova. Ishte në punë, 53 vjeç, ishte i ri. Po edhe ai 11 vjet autor tekstesh të matematikës klasës 4, 5 dhe 6. Edhe në një mënyrë nuk na jepeshin të drejtat, bëhesh një kërkesë, bëhesh një lutje që është në atë kohë. Dhe nuk i vjen drejtë studimit. Motra jote. Tjetër, kush nuk mori? Po unë kam marrë me vonesë drejtë studimit. Kam filluar universitetin me 3 muaj vonesë sepse fillimisht nuk pa dhënë për arsye politike. Po pastaj cilët tjerë vuajtën që nuk morën drejtë studim nga familja? Pak a shumë gjithë. Të gjithë. Kështu e kemi pasur. Tani më thuaj 2 fjalë për Silva se me këtë ta mbyllim. Si ishte Silva se atë shikoj është folur shumë për të Silva ishte një vajzë e mirë, një sportiste e mrekullueshme, një njerëz që ishte me dëshira dhe me ëndra në jetë, që ja kaputën asaj dhe neve, kaq. Domethënë nuk ju keni bërë intervista plot për Silvën, ajo ka folur vetë, unë s'kam shtuar. Jo, ajo s'ka folur vetë asnjëherë. Po pse s'ka dhënë ca intervista? Jo, për veten e vet, për këtë histori s'ka folur. Ka folur vetëm intervistë me Lat Grillon, me kolegun e ndjer për volebollin dhe sigurisht kishte goxha për të thënë, kishte shumë për të thënë për volebollin, sa ajo ka qenë nga talentet
Shiko, këto ishin ne u gjendëm në rrotën në ingranazhet e shtetit asaj kohe, rastisht Rama aty ishte fatkeqësi, nuk ishte merit nga ajo, ndodhi shumë keq natyrisht e vuajtur. Po, goditën një familje dhe njerëz të nderuar në Tiranë. Po tash nuk kemi qenë të vetmit. Ma caron kjo modestia juaj që unë këtu vinë njerëz e thonë ne na kanë bërë këtë, ty të kanë bërë gjithë të gjëndet i thua, nuk ishim të vetë. Pse kaq modest, more? Nuk është modesti, është realitet. Kjo nuk e asnjë presje dhe nuk e redukton atë çka ka ndodhur atëherët, por se di, unë nuk dua të harroj. E pra se ky është problemi, domethënë. Nuk dua të harroj dhe është mirë që njerëzit të harrojnë gjithsesi. Në ç'kuptim? Që ti japësh atë që meriton dhe ai që të bëri keq. Jo hakmarru kuptimin të doli njëri parë. Unë të përmenda pedagogun që kur dola unë tha ikse s'ke për ta pa kur këtë. A unë ndeshën në po ta them emrin. Po jam ndeshur. Okay. Po jam ndeshur. Je ndeshur? Jam ndeshur. Ma thuajnë çik dialogun. Nuk mos më thuaj që më tha ishte sistemi. Jo, e pash të sy. Jo, skena e Timo Flogos me Niko Kangjeri. Kemi qenë rastisëm bashkë në një kështu ngushëllim. Po? E pash në sy dhe ja ngula syt mirë, uli syt. Kaq. Do të ti pas ke bërë si Timo Flogo, kaq. Nuk fole te vdekja e kalit. Çfarë thuash? Çfarë ti thuash atij njeriu? Me Silvën komunikon? Shpesh? Kushëri jepi. Diko bën vetën, distanca bën vetën. Se është një gjersi. Vjen her pas here këtu në Tiranë, vjen. Ambasador, mua më kënaqi kjo. Mund ta shkruash një ditë në një ka një Okej, nuk duhet të shpreh para koha. Okej, nuk po. Tani, vim te kjo. Jo, nuk isha përgatitur për këtë, për vërtetës. Ndjes se mora kaq kohë me këtë. Jo, po kjo është me shumë interes, sepse sigurisht është histori personale, po është histori e dhimbshme dhe domethënë nga një student, domethënë është një film amerikan me një balerinë kinez, ashtu po më duket mua. Të kujtohet besoj. Se kam parë. E oqën edhe balerinin, domethënë gjithë ato vuajtët, domethënë nga balerini më i madh, edhe juve, nga një student ekselent, përfundon shështar gjenjo. Po, kështu ka ndodhur. Po unë nuk them kështu ka qenë sistemi. E di pse? Pse? Sepse sistemi e bën njerëzit. Po si t'ja u shpjegojmë atyre që thonë që ashtu ishte sistemi, se e ka bërë, domethënë atë filmin Vdekja e kalit, domethënë është jashtëzakonisht filmi më i mirë për diktaturën, për mendimin tim. Është i shkëlqyer. Nuk ka. Dhe është, ku diun, një pasqyrim realisht i frikshëm i asaj që ka ndodhur realisht periudhës kalimit. Jam ndeshur shumë herë me tilla gjëra. Po ja vini faj sistemit. Jo, nuk është sistemi. Sistemi e bën njerëzit. Po sot kemi neve njerëz të tillë që janë mbetjet e atij regjimi sa duhesh. Qoftë fizikisht vetë ato persona, qoftë themi të linjëzuar. Për ta mbyllur këtë do të bëjmë pyetje tjetër. Tani gati 40 vjet në 35 vjet në diplomaci. Kaq? 32 vjet. 32 vjet në diplomaci. Patë në një moment që the prapë më dolën mua këta në këtë formë, por në një mënyrë tjetër, më të kamufluar për të vuajtur? Jo. Jo, realisht jo. Ti janë trashur lusfat, më duket. Ndoshta. Po jo, gjatë këtyre 32 viteve, të them të drejtën, nuk e kam ndjerë në këtë formë, siç e përmendët ju. Nga njerë thua, ky person, ky X, nuk duhet ta ketë vendin në këtë sallë ku jemi të gjithë me të tjerët, po e pranon si një realitet. Patë në një rast njërë ta shikoj, ta takoj Enver Hoxhën, Mehmet Sheun, Ramiz Alin. Asnjëherë. As Ramiz Alin? Jo. Larg pas ke qëndruar, shumë larg. S'kam pas punë me ta. Okej, zoti ambasador, Riza Pota u lirua nga ambasador në Kin, Bardhyl Canaj në Serbi, Sami Shiba në Egjipt, Vasilika Jusi në Gjenev, Albana Daullari në Belgjik. Dua një koment për këto, se nisëm dhe u ndërprej për shkak të u hapën llapat, tash po të që mbyllën llapat. Shiko, lëvizjet e ambasadorëve janë gjërat më normale të mundshme. E rëndësishme është
që të zbatohen disa kritere. Jo, një nga kriteret që nuk është zbatuar, po ta them tani, koha e lëvizjes, që është një gangrenë e shërbimit tonë të jashtëm, sepse normalisht diplomatët lëvizen në kohën e verës. E di pse? Sepse shumica e tyre kanë familje, kanë fëmijë në shkollë. Nuk mund t'i ndërpresë shkollën e fëmijëve në mes të vitit. Nuk e di nëse këta persona kanë përshtypjen, nuk kanë, po është një fenomen. Nuk lidhet me këta persona. Ja të themun, Riza Poda, zoti ambasador, u emëruan shtator. Dhe e kishte kaluar, se mund të jetë për shkak të moshës, po i kishte kaluar moshën e pensionit. Tani për 5 muaj atij u kujtuan që ka kaluar moshën e pensionit? Tani pse emërove, jo pse e shkarkove? Nëse do të merrem me emra konkret, unë Riza Podën respektoj vërtet. Vërtet e respektoj. Edhe emrat e tjerë janë kolegë, një pjesë e tyre janë kolegë të mirë të mi, domethënë. Unë nuk do të desha të merresha me emrat. Unë do të merresha me fenomenin, me çfarë ndodh, se si drejtohet ky shërbim i jashtëm sot. Sot e përcakohesh. Domethënë nuk është çështja e personit. Nëse shifet e lidhur vetëm me personin, nuk mendoj që na çon te një diagnozë e qartë dhe e pastër dhe e saktë e gjendjes, e sëmundjes. Por nëse shohim fenomenin, atëherë ndryshon puna. Dhe unë thash ligji i fundit, ky i miratuar paracakohesh, që unë jam pjesë atyre që po e çojnë në gjykatë, e kanë çuar në gjykatë kushtetuese, është analog me legalizimin e ndërtimit pa lejë. Fatet është fort. Kemi disa fotografi që t'i komentojmë. Patjetër. Ju lutem regjia. Këtu ku jeni? Atëherë, kjo është këtu unë jam presidenti i konventës Ottawas, konventa e minave antipersonel. Është dita e parë kur unë kam marrë detyrën dhe jam në një konferencë shtypi në zyrat e OKB-s në Gjenevë. Jeni në Gjenevë? Po, jam në Gjenevë. Nëse në karrierën time do të ndaja 2 momente që kanë qenë arritje personale, jo për shkak të detyrës natyrisht është diplomat, lidhet gjithsesi me detyrën, po që është arritje, një nga të 2 arritje është kjo. Sepse kam qenë handpicked. Shqipërisë në atë kohë ju propozua, jeni të gatshëm ju të paraqisni Gazmend Turdiun si kandidat për president konventës Ottawas. Po? Ministri i jashtëm e asaj kohe pranoi me kënaqësi. Propozimi erdhi nga Norvegjia, nga Susan Ekey. Ajo ishte, themi, pararsja ime ambasadorja, ajo ishte ambasadore norvegjeze dhe ajo ishte presidentja dhe që në konventën, në konferencën që u bën në Kolumbi, në Cartagena, duhet të zgjidhte pasardhësin e vet. Ne kishim ndërvepruar zyrtarisht sigurisht. Dhe ajo kërkoi, pyeti nëse Shqipëria do ishte gati të kandidonte mua, dhe Shqipëria më kandidoi mua. Domethënë, ky është, po themi, detyra më e lartë që ka marrë një ambasador shqiptar në institucionet internacionale? Si pozicion diplomatik, po. Po, diplomatik? Po, sepse është konvent me 196 antarë. Antarë, dhe unë për një vit kam bërë drejtimin e kësaj konvente. Jo vetëm, kisha një mbështetje, ishte një ekip për 5 vetësh profesionistë që punonin në Gjenevë. Ata ishin të paguar, unë jo. Isha natyrisht diplomat shqiptar. Ata ishin në kuadër të GICHD-s, Geneva International Center for Humanitarian Demining, po ishte një ekip që punonte për këtë konvent, qendra e Gjenevës për çminimin humanitar. Pra, fal atij propozimi, për shkak të ndërveprimet e përparshme që kisha me Ministrinë e Jashtme norvegjeze, ata kërkuan që të propozohesha, u propozova dhe u zgjodha, dhe pastaj u bëra dhe antar i bordit të kësaj Geneva International Center for Humanitarian Demining për 3 vjet. Okej, foto tjetër? Këtu? Këtu jemi në Montevideo. Shqipëria ishte pjesë, më fal, gabova. Këtu nuk kemi në Montevideo. Këtu jemi në kuadër të Regional Cooperation Council, është Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në Sarajevo, duket logoja atje. Është konferenca ku miratua strategjia e zhvillimit të Ballkanit për 10 vitet e ardhshme të asaj kohe. Unë isha zëvendës sekretari i përgjithshëm i RSC-s dhe drejtori i departamentit programeve. Të tjerë të Ballkanit, përfaqësues të Ballkanit.
Ky ishte zëdhënësi i organizatës tonë, të dy tjerët janë përfaqësues nga Ballkani, kurse unë përfaqësoj organizatën si zëdhënës. Okej, foto tjetër? Këtu? Kjo është një nga aktivitetet në kuadër të drejtimit të... I shoh fotot sipër. Po, ato... Sigurisht nuk e mbaj mend kush është person. Nuk e mbaj mend. Më fal, ky është gazetar. Është gazetar në Gjenev. Ky është gazetar në Gjenev. Isha në Gjenev në një nga ato kuadër të aktivitetet që bënin. Keni dhënë intervistë këtu? Kam dhënë intervistë, po. Se me shikoj me diktofonin. Po shoh fotot sipër dhe më kujtua se kur është kjo. Okej, foto tjetër që janë më interesante edhe për të komentuar. Po, tani, pyetja ime është, Ferit Hoxha, mbas Muhamet Kaplanit, është i pari ministri i jashtëm që vjen nga diplomacia. Muhamet Kaplani ishte i fundit. Ishte Igliasani, po ka një tjetër... Igliasani nuk vinte nga diplomacia, mos i gabojmë. Mirë, ka qenë në diplomacia, ka qenë emrim politik. Ka qenë ambasador. Po ka qenë ambasador politik. Po unë e thash, nga Muhamet Kaplani, thash ai. Nga Muhamet Kaplani, ai po. Kjo është shumë e saktë dhe ka qenë shumë. Muhamet Kaplani ka qenë nga ministra më të mirë që ka parë Shqipëria. Kam pasur fatin, nuk e di e ke lexuar dosjet, unë kam bërë një libër për ambasadorët amerikan, gjithë telegramet dhe komunikimin e Departamentit të Shtetit, kur Muhamet Kaplani shkoi në Washington, në State Department, firmosi edhe rivendosjen e marrëdhënieve, mbas 52 vitesh. Edhe kur foli anglisht aq mirë, i thotë ai ku ke mësuar, se ishin ku ke mësuar anglishten? Në Universitetin e Tiranës, sa ta e kujtonin Shqipëri do të imagjinoj një gjë izoluar, s'mund ta mësosh anglishten ti në Universitetin e Tiranës. Dhe që këtu ishte dhe teksti i shkruar, se ajo ishte, thashë mos ka shkruar një budallëk profesor Kaplani këtu, se në atë kohë ajo ishte aq korrekte, aq vizionare që mua më ka lënë pa fjalë. Sidomos në kuadër të themi të atij regjimi që emëroi ministër të jashtëm, kjo edhe bën të shkëlqej edhe më shumë, sepse si ministër i jashtëm i Shqipërisë ka qenë i shkëlqyer. Tani, çfarë solli emërimi i Ferit Hoxhës? Emërimi i Ferit Hoxhës solli në krye të shërbimit të jashtëm një diplomat karriere, unë do thoja të shohim çfarë do sjelli gjatë performancës Ferit Hoxhës atje, sepse sfida kryesore që ka Feriti tani është po që Feriti sepse ishim kolegë, zoti ministër. Kolegë jeni prapë, ministër. Çohet në Rama nesër mëngjes dhe shkarkon. Po. Sfida kryesore që ka Feriti sot, e përgjatë gjithë kohës si do të jetë në të tryezë, në të post, është ndryshimi i ligjit për shërbimin e jashtëm që sapo miratua. Domethënë ju jeni duke thënë që ai e ka në dorë. Nuk se e ka në dorë, ai duhet luftojë për këtë. Apo lufton? Si ke informacion? Nuk e di. Është fillimi akoma. Tani këto këto lirime që bëri presidenti janë të Ferit Hoxhës? Nuk besoj. Duke ditur si funksionon shërbimi i jashtëm këtu, është vi nga lart. Vi nga lart. Nga kryeministri. Po siç është emërimi asaj 25 vjeçares që s'ka, domethënë, pa paragjykim për emrin. Bëj unë hipotetike se ne nuk dim gjë, po tani a ka qenë dakord Ferit Hoxha që të emërohet ai 25 vjeçare në Katar me ambasadorët? Nuk e di, duhet pyetur Ferit Hoxha. Jo, dakord atë, po unë se besoj për veten time që Ferit Hoxha të ketë thënë okay. Po prandaj po them që nëse si akt emërimi i diplomatit në krye të Ministrisë të Shërbimit Jashtëm, unë e konsideroj një akt shumë pozitiv. Tash duhet parë sa hapësirë do ketë Feriti për të bërë gjën e duhur dhe sa shtys ka brenda vetes për ta bërë. Jo, si e njihni ju me që ju e njihni shumë mirë. A ditë thot Ferit Hoxha jo? Kjo s'bëhet? Nuk dua të komentoj njerëz. Me që e kemi ministër, po kemi ministër dhe nuk dua as ta gjykoj as. Se prova e zjarrit kjo është, ti thot. Prova e zjarrit. Zoti kryeministër, kjo s'bëhet. Prova e zjarrit është ligji i shërbimit të jashtëm. Po mi kjo pra, ja. Kjo është. Tash të shohim çfarë do të bëjë. Ai thot? Nuk e di. Ai thot Ferit Hoxha jo, stop. Nuk e di. Mbase është një bisedë paraprake që mund më para emërimit, nuk e di çka kanë biseduar midis tyre. Pra puna nuk e di, vërtet nuk mund ta paragjykoj. Po nuk mund ta paragjykoj. Zoti Turdiu tani e ka marrë vesh gjithsesi që morën vesh ne tani. Jo, në rregull, po. Çfarë them unë? Lërë që thot nesër kryeministri Rama ti gazmen Turdiu ministri i jashtëm. A do përgjigjen time? Po. Jo në mënyrë kategorike. Po kush pyet ty? Po do pyesim unë sepse do vë firmën. Nuk shkoj për ta vënë.
Do thon. Po të mos doja. Pranoj do thon. Po të mos doja. Gazvend Turdiu pranoj. Jo. Po të mos doja nuk vija as tek ju sot këtu. Kuptimin e për analogji, domethënë nuk mund në qoftë se njeriu ka dëshirën për të thënë jo dhe ka dhe fuqinë për të thënë jo, e thot. Foto Ose tjetër. e thot po me kusht. Pa diskusë. Foto tjetër kemi ministrat e jashtëm. Nga Ismail Qemali, se pak veta e din kryeministri, por ka qenë ministri i jashtëm i pari. E di. Deri te Ferit Hoxha. Tani, këtu janë 54. Po. Madje një nënpyetje që do bëjmë pastaj në 13 vjet kemi 5 ministra, por unë do doja për këto ministër ju do doja një koment. Nuk jeni detyruar për gjithë, po ata që ju mendoni që mund thoni, sepse për Ismail Qemalin besoj do thoni 2 fjalë. Morë të frimë thellë, po pse? Për këta mas 90-s morë të frimë thellë. Jo, po nuk dua të komentoj njerëz. Nuk dua. Domethënë, unë nuk jam vëzhgues i paanshëm. Dhe sidomos për këta pas 90. Mirë, do ta thjeshtoj do të ndihmoj. Nuk jam vëzhgues i paanshëm dhe nuk dua të. Okej, do të ndihmoj. Tani, për Ismail Qemali thuaj një fjali. Po vetëm figurë respektuar padyshim. Nuk diskutohet. Myfyt Libova, ke diçka për të thënë? Po jo, për të shiko. Tani, jo, do të thjeshtoj kështu. Turan Pashpërmeti ishte 25 vjet ambasador në Moskë. Në Moskë apo jo, si ishte Moskë atëre? Nuk e di. Po ishte në Rusi. 25 vjet i Perandorisë Osmane. Po. Dhe erdhi kryeminist, doli në pension dhe erdhi kryeminist këtu. Po. Ke diçka për të thënë? Sa ishte një figurë. Shiko, është patriotizëm. Sepse të bëheshe, po dakor, po të bëheshe kryeministër i Shqipërisë në atë kohë, është kosto, nuk është përfitim. Domethënë nga të tërë këta këtu, një pjesë e madhe e tyre. E doni Shqipërinë kur s'kishte Shqipëri. E doni Shqipërinë dhe unë do evidentoj numrin 7 metra Rauf Ficon. E di pse? Ligji që ka bërë Rauf Fico kur ishte ministri i jashtëm është më i mirë që ka pas ndonjëherë Shqipëria. Ç'a thua? Po. E vërtet? Po. Po pse, ç'a kishte? Është ligj që vë shërbimin mbi themele profesionale. Hiqet të pjesën e dorezat e bardha, uniforma që ishin të kohës, po filozofia është në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Duhet që ambasadori vishte me dorezat e bardha? Po, diplomatët, ka pasur uniformë. Thonë në pritje. Sepse ishte, po, natyrisht. Tani Rauf Fico ka një kështu. Këtë unë do ta ndaja veçanë sepse di këtë, kam parë produktin e punës së tij. Të tjerët i kam dëgjuar nga. Tani Rauf Fico ka një kështu se ka takuar Hitlerin. E di. Dhe thuhet që Hitleri pas ka thënë sot kam takuar ambasadorin e vogël, e madh të një vendi të vogël dhe ambasadorin e vogël të një vendi të madh për Japonezin. Thuhet. Thuhet, kjo është tash e them, ky është tash e them. Do të thonë Rauf Fico duhet verifikuar. Duhet verifikuar. E di për çfarë duke thënë, por Rauf Fico kur paraqiti kur pati një audiencë me Hitlerin, ai tha takoha një ambasador të madh të një vendi të vogël dhe për Japonezin. Pastaj për një tjetër, ambasador i vogël të një vendi të madh. Është thashë them, nuk e di është. Po pse çfarë kishte Rauf Fico në prezantimin e Shqipërisë? Ju po më kërkoni të komentoj njerëz cilët unë i kam dëgjuar nga të tjerë. Dhe kam dëgjuar komenteve. Për Rauf Fico mund të flas sepse kam parë produktin drejt për drejt të dorës së tij dhe respektoj shumë. Dhe çfarë për shembull kishte ai një gjë përveç këtij ligji? Vetë anën profesionale, krijimin e një sistemi të karrierës. Shiko, do të japësh ti një rroba qepsi të të bëj kpucë? Besoj se jo. Rroba qepsin lëre të qepi rroba, dakor? Po. Shërbimi i jashtëm është profesion. Si çdo profesion tjetër. Ti nuk do futesh në sallën e operacionit, ti besosh zëmrën tënde, jo një kardiologu, por po them kot një veterineri. Është profesion i nderuar. Dhe si çdo profesion, nëse duam të bëhet mirë, duhet një, të kesh njerëzit e përshtatshëm përgatitur siç duhet, dy, të dish çfarë të kërkosh. Po pse kështu në teori zoti Turdiu e thon politikanët, po kur e marrin detyrën pastaj, atje fillon pastaj dhe caktojnë 25 vjeçar. Sepse është një shërbim elit, është një shërbim që unë kam pasur fatin ta provoj vetë, ta shijoj vetë, të fut në ambiente ku më së paku ke kënaqësinë që je dëshmitar. Shumë e bukur. Më së paku ke kënaqësinë që je dëshmitar. Je aty në momente kur merren vendime shumë të rëndësishme. Shumë e bukur. Dëgjon
ato që s'dalin kurrë të themi në tryeza diskutimesh ose nëse shkruhen në kujtime mas shumë vitesh. Është një profesion i mrekullueshëm, është elitar. Dhe trupa që i shërben këtu duhet jetë elitar. Dua diçka për Mehmet Konicën, vllajën e Fai Konicës 24? Po thash prap do detyrohesha të shprehesha mbi bazën e komenteve të komenteve. Po i qenë me Vlorën? Atëre, më lejo të them diçka, pse unë po. Aqerin me Vlora është tjetër gjë, kam lexuar librat e tij. Po pra se. Është një personalitet i mrekullueshëm. Është i mrekullueshëm. Mënyra si ka shkruar librin është kujtimet e tij, ai është një libër që i ka munguar bibliotekave tona për të kuptuar më mirë ç'ka ndodhur në atë kohë, sepse historinë e shkruajnë fituesit. Ai siç ka shkruar vetë, është ulur në tryezë, ka vënë letrën dhe penën, e ka marrë penën në dorë, kur është shëruar, e ka thënë ai me fjalët e tij, kur është shëruar nga urrëtia e verbër dhe dashuria pa kufi. Dhe kjo e ka thënë ai. Diçka unë ndoshta nuk po e them saktë, po e citoj kuota në kuotë, po është e perifrazuar kjo është. Ka shumë, sepse thoshte më kanë kërkuar të shkruaj, po unë nuk jam gati. Tani jam gati. Dhe produkti i tij është i mrekullueshëm. Për të mbijetuar, shkruan mes të tjerave, duhet uluria dhe unë si uqërit. Po të mbijetuar mes uqërve, unë më duhet uluria si uqërit. Shiko, duhet ju tregoj përse po sillem kështu që nuk po komentoj për ato që nuk i di. Shërbeja në Berlin. Po? Ne dolëm fare nga tema, më duket. Kjo është një më e bukur e kësaj interviste, se i kishim këtu. Shërbeja në Berlin. Ashtu siç është mëngjesi i lusit me Shtetet e Bashkuara, ka një Berlin Gathering, takimi i Berlinit bëhet në qershor. E organizon Bundestagu. Në atë kohë, koordinator i këtij aktiviteti ishte Rudolf Decker, deputet në pension i SPD-s. Ai organizonte çdo muaj një mëngjes pune në një apartament që ishte pranë Bundestagut, pranë portës Brandenburgut. Dhe kishte 2 tabu për ata që shkonin atje. Nuk diskutonin për fe të veçanta, nuk diskutonin për forma regjimi, sepse ideja është ne mblidhemi këtu për çfarë na bashkon, jo çfarë na ndan. Dhe unë kam parë aty, me që është dhe kohës, kam parë dhe ambasadorin amerikan dhe ambasadorin iranian në atë kohë. Ambasadori amerikan ka qenë Dan Coates. Dan Coates ishte senator, nuk rikandidoi dhe sollën ambasador në Berlin, një personalitet i shkëlqyer. Aty nuk i thosh njëri i shkëlqësi ambasador, i thonë shkëlqësi senator, si i zgjedhur. Dhe po dal tani kjo që duhet të tregoj. Në një nga këto mëngjeset e punës që qellova të jem dhe unë, ishte edhe Dan Coates. Me qëra fjala Dan Coates u shkarkua nga Trumpi gjatë mandatit të parë të tij si president, e kishte drejtor të Agjencisë Sigurisë. Se duket Dan Coates nuk kishte pikpamje të ndryshme nga presidenti Trump. Dan Coates filloi të tregoj disa ngjarje nga Senati dhe iku çik para kohe. Rudolf Decker kërkoi lejen e të pranishmëve që të shkel një nga tabut. E tha, e vutre, tha senatorin, flisten vetë në parë, sepse njeriu do dëshmoj çfarë ka pa vetë, jo çfarë ka dëgjuar. Sepse, dhe këtu ishte pjesa e shkeljes, sepse Jezusi ka folur në vetë në parë, tha, dhe Bibla është shkruar në vetë në parë. Dhe unë këtë e kam vasë në vesh. Unë flasë për çfarë kam pa vetë. Mirë, ke shumë drejtë, sepse kjo është një edukat që ju e keni në dy... S'ka të bëj me Biblën, me fenë, unë nuk jam... Qartë. Po, mësimi, dëshmor çfarë ke parti vetë, është shumë i rëndësishëm. Tani, vim te pjesa s'po të pyes për Enver Hoxhën, Bera Shtyllën e Sinase, për Reisma Lilën, do doja, keni... Kam dëgjuar që flasim me respekt, për të unë vetë nuk kam pas në një kontakt me të. Vetëm jam zgjënjur në një nga këto të marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, i shkruan të diplomatëve nga Ministria e Jashtme në New York, i shkruan të që si ajo që as mos shpejtojmë, as mos nxitojmë në marrëdhënie me Amerikën, ata i shkruan që ore na ngelën këtu amerikanë për marrëdhënie. Mbajini afër duke i mbajtur larg, shkruan Reisma Lila atyre. Tashi si ishte në dorën e tij. Po i martë mirë që nuk ishte në dorën e tij. Gjithkund njeriu fut dozën e vet personale.
siç tregova historinë e atij pedagogut dhe të asaj punonjëses zyrës skuadrit. Tani Eri Ismaili unë kam dëgjuar fjalë pozitive për të dhe nuk kam arsye të mos t'i pranoj. Në fund ishte ministri i jashtëm i atij regjimi. Domethënë, mu më kanë pyetur disa herë ç'mendim ke për atë pastrim gjaku që u bë shërbimit jashtëm në 90-ën. në 92-shin. Në 92-shin. Mendoj që ishte gjë e durr sepse ata diplomatë nuk ishin besueshëm, ata të mëparshmit. Nëse kishin ata punonin për izolimin e Shqipërisë në atë kohë dhe ngrinin pjedestal se ne ishin fanarin ndriçues, nuk mund të ishin njëjtët, nuk do të ishin besueshëm. Kështu që është për shkak të specifikave të shërbimit jashtëm, unë besoj që u bë mirë që u mbajtën një numër njerëzish të rinj, njerëz me mendje të hapur, njerëz që kishin dhënë prova, por unë do ishe kënaqur po të kishin mbajtur edhe Muhamet Kaplanin. Po si se mbajtë Muhamet Kaplanin, isha aset. Po po ka dhe një gjë, nga ministrës mund ta marrësh diplomat pastaj, në shërbimin e jashtëm si në ushtri, nuk ka kthim mbrapa në grad. Do të njëri duke thënë që kur të largohet Ferit Hoxha si ministër nuk bëhet më ambasador, nuk është më në shërbimin e jashtëm. Tash i varet nga Ferit Hoxha dhe nga ata që emërojnë. Tani, e kuptoj që jeni në siklet për të komentuar. Jo, nuk jam siklet. Po jo, tani, unë një koment për gjithë këta personalitete politike janë ata, Alfred Sereqi. Ju keni punuar? Kam punuar Alfred Sereqin, po. Ka qenë ministri i jashtëm i mirë. Në vërtet shumë vetëm ma thonë këta. Ka qenë i mirë. Triton Shehu? Po pse më vën të thash një herë? Unë me Tritanin s'kam punuar. Po pse ai u bën në 86, mos e Po në atë kohë mos e quaj se një kohë shumë të shkurtër, ku kishte atëherë ne ishim kohë e krizës, domethënë. Krizën nuk e shkaktove ti. Po nuk e shkaktova unë, domethënë nuk mund të Zoti Sarova? Kam marrëdhënie shumë mira me të. Ai ka qenë në Ministrinë e Jashtme në drejtim në kohra goxha të vështira dhe në një periudhë navigimi jo të lehtë, domethënë. Po ishte shumë vështirë. Shiko, çdo gjë duhet ta shohësh dhe në kuadrin e çfarë ka në sfond. Ku ka vepruar dikush, në çfarë hapësire ka patur. Madje mua më ka bërë shumë përshtypje nga dokumentet arkivore që kam parë që William Ryerson në momentet e fundit, sidomos për kontrabandën e naftës, takonte Arjan Starovën se ishte zëvendësministër në fillim. Po, zëvendësministër. Se takonte Arjan Starovën si zëvendësministër, ai besonte edhe nuk takonte ministri. Të caktuar nga Departamenti i Shtetit. Tani do të të lutesha mos më kërko të shpreh për njerëz sepse Kush ju emëroi ju nga këta? Kur ishte ministër, se sigurisht është procedurë, kryeministri, presidenti. Atëherë, emërimi i parë në Zvicër ka qenë Alfred Sereqi. Alfred Sereqi ka qenë ministër. Në president ka qenë Berisha. Po, ishte dekretimi. Po, Gjermani? Në Gjermani ka qenë zoti Ilir Meta. Ilir Meta. Po. Edhe president ka qenë Alfred Mojsiu. Ishte Alfred Mojsiu 2005-2000. Kryeministër ka qenë Nano. Meqense po flasim për gjithë zinxhirin, kurse herën e parë ka qenë Sereqi ka qenë ministri, ka qenë Meksi kryeministri dhe presidenti Berisha. Sepse është një ndër veprimet të tre institucioneve. Nga këta kryeministra, kë vlerësonim shumë në aspektin për diplomacinë? Do thënë zotin Meksi, zotin Berisha, zotin Nano, zotin Meta, zotin Majko, apo zotin Rama? Në tërësi, jo vetëm për diplomacinë, unë vlerësoj më shumë zotin Nano. Zotin Nano? Po. Po edhe për këtë më kanë thënë shumë nga ju. Si ka mundësi? Po kështu është e vërteta. Unë thash, unë nuk e harroj mësimin që më ka dhënë Lodvdekër dikur. Unë dëshmoj çfarë kam pa vetë. Na thyeni një që ke parë vetë. Çfarë kam parë vetë? Me që përmendëm Nanon. Sa u bë kryeministër në 97. Jo. 2002-shin. 2002-shin. Një nga vizitat e para në mos e para fare ka qenë në Rom. S'po kujtohet. Unë isha drejtori i Europës në atë kohë. Më thrasin, do shkoj kryeministri në Rom mas një javë, shpejt dosjen. Na e sill sot. Nxora dosjen nga arkivi, dosjen e marrëdhënieve me Italinë nuk ishte e përshtatshme, nuk mund të shkonte kryeministri. Thash nuk e jap, duhet ribër nga e para. Dhe u hyme ribën nga e para. Për shkak të kësaj pune intensive, ku vërtet falenderoj bashkëpunëtorët e mi drejtorisë në atë kohë, sepse këto nuk janë punë që bëhen vetëm. Po?
Nano e ka marrë dosjen 48 orë përpara se të takonte Berlusconi në atë kohë. Unë isha pjesë e delegacionit. Dosja u bë goxha voluminose. Ai jo vetëm i kishte përpir, por pa e hapur i referohesh të themi të dhënave që kishte në dosje. Domethënë mbante të mbyllur ose nuk pa e shpletuar, referohesh të dhënave konkrete që kishte në dosje, në raport me të aktualizuar, në raport me marrëdhëniet ekonomike, investimin italian në Shqipëri, dhe shumë të tjera, dhe unë më ka bërë përshtypje sepse e ka lexuar dosjen në avion. Berlusconi dërgoi avionin e tij, ne kemi udhëtuar të tërë me atë avion. Dhe unë aty e kam parë ta hapi sepse më thriste dhe më pyeste. Të nesër ishte takimi dhe ai e kishte përpir dosjen. Po kryeministët e tjerë se bënin këtë? Po nuk e kam patur rastin ta provoj. Jo. Unë po flas për thash gjithmonë, flas për vojën time. Tani nga këta ministrat një do ta përmendur këtu, për shembull Gent Saka. Besoj shumë pak kam punuar me ta, me thënë drejtën. Gent Saka ishte më të vogël. Ishte i ri shumë. Tash janë thash mos më tipo më shtyn gjithmonë ke njëta gjë. Unë po të them që unë do dëshmoj çka kam pa vet. Gjërat që nuk i kam parë vet nuk. Okej. Foto tjetër nuk e di nëse kemi dhe një foto. Jo, nuk pas kemi foto. Tani, ambasador, ju keni qenë në Gjermani. Po. Si ishin ato vite atje? Me çfarë ju mund të 2-3 gjëra që ju spikatën ose u arritën në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Gjermanisë? Atëherë, Gjermania është nga vendet që ka dhënë mbështetjen më maksimale të Shqipërisë si në aspektin ekonomik ashtu dhe në aspektin politik. Mjafton t'ju jap një detaj. Po. Dhe kjo është nuk i referohet vetëm nga ato që ke parë vetë. Jo, e kam parë vetë, por nuk i referohet vetëm periudhës kur unë kam qenë atje. Në vitin 97, kur ndodhi ajo që ndodhi këtu në Mars. E fundit agjësi ndime që është larguar nga Shqipëria, edhe kur Shqipëria ishte gati në flak, kanë qenë gjermanët. Dhe ishin të parët që u rikthyen. Kanë bërë në Shqipëri projekte madhore, nga më të rëndësishmet. Kë? Ujësjelcat, për shembull. Selsi Korçës, Korça ka ujë se katëror, po Gradeci po ashtu. Për vuan në kavaj, po, për fajin tonë dështuan. Aeroporti i Rinasit. Me reformën drejtësisë, ata ishin mbas amerikanëve, ata ishin, po them, garancia. E qoni sukses? Unë dhe që sukses reformën drejtësi, po dhe jo. Pjo, do dhe thënë. Jo, po dhe jo të ndara me argument, jo pjo, nuk është munges përgjigje, është përgjigje. Po, sepse ka thyer mitin e paprekshmërisë së një grupi njerëzish, se si do konkretizohet kjo me vendim gjykatit të shohim. Por nga ana tjetër, pasoja ka qenë që dosjet janë shumë të zvarritura tashmë dhe nëse një proces civil, po themi, në të 3 shkallët dikur zgjaste 3 vjet maksimumi, sot po e mërove për 10 vjet je i lumtur. E vdesin njerëzit. Po kështu që sepse reforma në drejtësi nuk është vetëm për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Reforma në drejtësi është për të dhënë drejtësi. Dhe janë njerëzit në mënyrë masive që duhet ta ndjejnë të ndryshim. Dhe unë besoj me çfarë shoh që në këtë aspekt, në aspektin e dytë, të dhënies drejtësi për të gjithë, reforma ka dështuar. Ke para, të shohim si do konkretizohet, por jam optimist. Zoti ambasador, s'lidhet me ju, po unë do ta bëj një pyetje se edhe mund të keni një informacion. Është diçka historike, duke qenë se ju keni qenë ambasador në Gjermani. Më ka bërë përshtypje se unë, do thënë, është pjesë edhe e interesave të mia si studius edhe si autor librash. Nuk e kam gjetur në asnjë vend që Otto von Bismarck të ketë thënë që Shqipëria është një shprehje gjeografike. As unë se kam gjetur. Jam i saktë këtu? Nuk e kam parë. Po ju si ambasador nuk e kam parë Gjakundi. Mund të kishit nuk e kam parë Gjakundi. Shumë të mëdha. Nuk e kam parë Gjakundi këtë. Çfarë është kjo që s'më del në një. Po shiko, unë nuk jam historian dhe nuk jam futur për. Jo, nuk ka lidhje këtë historian. Unë nuk e kam parë askund, e di që i referohen kështu, por nuk e kam parë Gjakundi se kam. Jo, mas 90 nuk po i referohet me njëri, do shkruhet ose më saktë ribotohet ndonjëherë trash
e tjetër, po asnjë studius nuk e ka përmbysur të thotë që jo, këtë jo vetëm që nuk e ka thënë, po ka thënë kështu. Unë nuk di, sinqerisht nuk e di që. Se është një lloj njollë që ne duhet ta çdo gjë duhet parë gjithmonë edhe në kuadrin e kohës. Unë si diplomat e interesuar për aktualen dhe për perspektivën për të ardhmen. Nuk jam hyrë këtyre punëve se të gërmosh duhet studiosh gjithë arkivat. Jo, thash mos rastësisht, juve mund të ketë rënë se asnjëherë nuk ka qenuar. Kam dëgjuar njerëz që kam parë njerëz që kanë nënqeshur kur dikush i është referuar këtij citimi, nënqeshur kuptimin që s'është saktë, por unë nuk e di. Nuk është shkruar diku, fare. Unë nuk kam gjendë as ta konfirmoj as ta poshtë. Okej. Zoti ambasador, tani kemi për këta ministrat thash edhe diçka tjetër, vetëm mbas vitit 2013 me ardhen në pushtet Partisë Socialiste janë, do të thonë një ministër mesatarisht i bie, një ministër i jashtëm, 1 vit e 8 muaj. Është më keq situata. Në llogarinë time, unë ndërkohë që ishte në fotoja aty, numërova më duket se ishin 20. Mund ta djesh një herë lutem regjia foton. Jo, nuk ka nevojë, sikur numërova 20. Në llogarinë time është Iglesiani ka qenë 21, mund të gaboj. Po quhem në llogarinë tuaj të saktë. Duke marr parasysh këtu që disa ministra kanë pas mandate të plotë, si për shembull Alfred Sereqi, po ai edhe Pascal Milo. 92, 96. Periudha mesatare, një ministër i jashtëm më vogël se një vit e 8 muaj. Jo, 1 vit e 8 muaj thash mbas 2013-s. Po prapë është më keq, po them. Është më keq, a? Se po të futesh tër mesataren e 30 që nga 92 deri tash 33 viteve, mesatare është më keq. Tregon pa qëndrueshmëri. Po çfarë sjell kjo? Kjo sjell dëm. I nderuar, kur më pyetët çfarë për emërimet, thash duhet personat e përgatitur profesionalisht dhe të dish çfarë të kërkosh. Sot Shqipëria nuk ka program politikës jashtme. Futën në faqen e kryeministrisë. Nuk ke program, s'ke program qeverie në fakt, jo më të politikës jashtme. Futu, kërkoj. E kuptoj, jo s'ka, jo. Po të sfidoj, bëje. Po s'ka, ja, futem ndërsa. Dakord? Dikur ka pas agjend. Sot Shqipëria vepron në mënyrë reaktive. E ftojnë dhe shkon e paraqitet. Dikur Shqipëria ka qenë aktive. Dhe unë këtu kam parasysh për shembull kohën e krizës Kosovës. Unë kisha fatin dhe nderin të jem në atë kohë në krye të atij që quhesh Drejtoria e Bashkëpunimit Euro-Atlantik dhe NATO ishte pjesë e sektorit tonë. Shqipëria mori nismë atëherë. Për herë të parë vurin lëvizje në 8 të marrëveshjes skuadër për partneritetin për paqe, kur kërkuan konsultime urgjente me NATO-n. Po në disa momente. Po? Ka dhe të tjera tilla, kishte agjend. Sot nuk ka agjend. Sot bëjmë shfaqje. Tani pyetja e madhe është por nuk ka procese që të çojnë nga pika A ke pika B. Po pse procesi për antarësim në BE nuk ka? Po nuk është politike jashtme. Po ç'është? Ajo është BE-ja vjen me një libër standardesh, edhe thotë më thuaj si do t'i bësh dhe kur do t'i bësh. Ai është proces i brendshëm. Unë jam marrë me këtë punë. Atë kohë që isha në krye të kësaj drejtorisë për Bashkëpunimin Euro-Atlantik, një nga sektorët ishte Bashkimi Evropian. Dhe bashkë me ata kolegët e mrekullueshëm të asaj kohe. Ne kemi bërë atë status raportin e parë që është dorëzuar për audit në shkurt të vitit 2000. E tëra ishte koordinim brenda, ato që bënte pastaj më vonë Ministria e Integrimit e bënte kjo drejtori ky sektor. Jo, po tani çfarë ndodh? Ne do jemi antar në 2020. Atë unë them për fat keq, unë mendoj që jo. Jo. Pse ndjen veten ti që kur i del në rrugë dhe ku diun ndërvepron me këdo, e ndjen veten si një qytetar të një vendi të Bashkimit Evropian? Jo, nuk besoj se edhe një rumun dhe një bullgar ndjeshin si qytetar të BE-s kur mund të rësuan. Dikur ne kemi qenë shumë para tyre. Unë kam qenë në Rumani në vitin 98, 99, 2000 disa. Jo, ne mund të ishim afër në 95. Ne ishim përpara tyre. E ndjej, e them, domethënë. Një tregues fare kështu, vetëm për aspektet e sigurisë për shembull. Në Tiranë nuk kishte në atë kohë hekur ndritarët e katit parë. Po të shkojnë në Rumani, po të futesh jo nga në rrugën kryesore, të futesh pak mbrapa, të gjithë dyqanet gjitha me hekura diskutohen dhe në rrugën kryesore. Por futesh mbrapa kishte hekura ndritare. Në Bukuresht. Jo më larg. I kujt është faji që Shqipëria sepse drejtimi politik. Absolutisht. Zotin Rama. Nuk thash Zoti Rama, drejtimi. Po Rama e ka drejtimin politik. Sot e ka Rama. Po nuk e ka. Sot e ka Rama, por nuk Rama është i radhës. Ka mandatin e 4.
por Shqipëria është Se administruar. premtimi dhe kali betejës fushatës elektorale ishte antarësimi 2029 në BE? Po mirë të shohim, do t'i kërkojmë llogari ndoshta kur të vi fushata tjetër. Nëse nuk e ka bërë. Unë uroj që ta bëj, sepse unë dua. Po sigurisht që nuk Të keni. gjithë duam këtë gjë. Dhe për shkak edhe të punës që kam bërë, kam qenë i përfshirë. Vetëm faj i Ramës dhe i qeverisë shqiptare se dhe ata të BE-s kanë bërë kështu pirueta tani mos. Bëjmë tani sikur. Jo, më nuk bëjmë sikur themi të vërtetën. Antarësimi në Bashkimin Evropian ka qenë një objektiv në lëvizje, sepse ata kanë nxjerrë mësime nga antarësimi i Rumanisë dhe i Bullgarisë dhe i kanë implementuar ke ne. Shohin ç'a ndodh këtu ose diku tjetër në rajon dhe na gjen më tej. Po dhe na gjen sepse shiko, pse të vën fajin tjerëve? Të pyeta që parë, e ndjen veten ti sot që po jeton në një vend me standardet Bashkimit Evropian? Se në fundit Bashkimi Evropian është standarde, është vlera. Nuk është lëvizje e lirë. Kjo është mënyra se si prezantohet lëvizje e lirë, arritja më e madhe e Bashkimit Evropian, jo, është bashkësi vlerash. Që pasaj përkthehen në të mira publike. Për ta mbyllur këtë pjesën e Gjermanisë, si ka mundësi që ministri gjerman vjen në Tiranë, takon eksponent të opozitës, nuk takon kryeministrin? Po këto qartësisht qëndrime politike. Që do thotë? Absolutisht qëndrime politike. Janë bile janë mesazhe të qarta se ka një lloj përshkallëzimi, njerëz jepen në mënyrë konfidenciale, sepse diplomacia punon mbrapa kuintave. Po, që nuk e shikojmë. Që nuk e shikojmë dhe mirë bëjmë. Sepse mbrapa kuintave bëhen përgatitje dhe merren vendime më të mëdha. Vendime më të mëdha merren me i godver në parim, pastaj ulen e konkretizohen. Me godver, ha? Po sigurisht. Qa vere? Sa? Vetëm i god, jo më shumë. A, një godver? Një godver. Goda mbush për gjyrës? Në kuptimin që do ulesh, do bisedosh në mënyrë miqësore dhe të qetë. Dhe aty jepen drejtimet. Pastaj konkretizohen. Si kemi ne tani marrëdhëniet me Gjermaninë me këtë ishte një krisje madhe. Ju e thatë vetë. Domethënë fakti që vjen ministri i jashtëm dhe nuk takon atë që duhet të takoj me protokoll, është një mesazh publik, mbasi ka konsumuar mesazhe konfidenciale. Dhe këtë unë e marr me mend, sepse di. Nuhas që ka një vështirësim. Që Gjermania është kundër Shqipërisë për antarësimin? Jo, nuk është kundër Shqipërisë, është kundër situatës së Shqipërisë. Situatës, kur them Shqipërisë, jo, se shpesh kjo fjala është si tartullosh, domethënë, nuk është kundër Shqipërisë, përkundrazi. Unë jam dëshmitar, e kam parë Gjermaninë, me gjermanët punohet shumë mirë. Me gjermanët duhet ulesh shpesh për t'ju mbushur mendjen, sepse kanë inerci, janë shumë dashamirës, pa asnjë lloj diskutimi, kanë inerci, ama momenti që marrin një vendim shtyhen përpara. Dhe shembulli më konkret është ujësiellësi Kavajës. Dështim pas dështimi, jo për fajin e tyre, ata gjithmonë hidhin fonde sepse donin e kishin marrë për siguri Gjermania. Po kush e kishte fajin nga plejo? Ne. Po kush ku diun ujësiellë, siç them unë, ka shumë nuk ja bëj dot diagnozën këtij rasti konkret, po unë po ta tregoj si një shembull të faktit që kur gjermanët futen e shtyn deri në fund. Pa Gjermaninë ne nuk antarësohemi në BE? Pa atë, po themi, pas një vend të vogël nuk antarësohemi. Jo, dakord, e kuptoj atë pjesën procedurës se kanë vetëm, po Gjermania është lokomotiva e votës. Jo, unë do e riformuloj. Pa bërë ne detyrat tona të shtëpisë, pa rregulluar ne, pa bërë inventar në shtëpinë tonë, mos ja vëmë fajin tjerëve. Tani, përpara se të kaloj te Amerika, zoti ambasador, me këtë bagazh, eksperiencë, kontribut që ju keni, ora të ka thënë njëri, alo zoti Trudiu, dua të pyes ose të marr 2-3 këshilla për këto gjëra që ti i di shumë mirë. Atë ka thënë dikush, që të zyrtari thjesht për mos shkuar deri te kryeministri te presidenti i Republikës? Po. Nuk duhet të shmangem. Jo, s'kanci, po. Po, kur kanë qenë çështje, për shembull, nga parlamenti ka marrë telefonata nga deputet. Nga deputet. Aktual? Aktual. Po, shqyr, pas ka edhe të mençur. Ka edhe të mençur që pyes. Sigurisht që ka edhe të mençur. Puna është kush ka masën kritike. Po të mençur sigurisht që ka. Po vika mirë për këtë. Bravo i qoftë atë që si ja thoni emrin. Tani. Po jo nuk vlen ta them. Kupton sepse jo, nuk ka, ajo është konfidenciale sigurisht. Zoti ambasador, tani lajmi tjetër është pas gati 2,5 ponje, po shkon 3, Shqipëria pa ambasador amerikan këtu. Dhe presidenti Donald Trump emëroi generalin Erik si shqiptohet në gjermanisht apo në anglisht? Duhet pak si holandeze më duket mua. Vend, ajo si holandisht. Erik Vend. Unë duhet jetë me origjinë nga ato vend. Si e komentoni këtë lajm? Po është lajm i mirë që do kesh një ambasador me kohë plot.
Kaq të komentoj, nuk do doja të nxjerrja përfundime nga gjërat cilat, kjo administrata sot amerikane nuk shquhet për vështrim geostrategjik të thellë as për çështje shumë të mëdha. Shqipëria është tepër e vogël për të patur një vëmendje kaq të madhe sa të bëhet një emrim kështu shumë i menduar me synime afatgjata, nuk besoj. Është thjesht një emrim. Se nuk po emëruat David Konstelatçik, ai që ishte nominuar? Nuk e di, sinqerisht. S'kam informacion. Tani pyetja e madhe është, do jetë Erik Vend njësoj si ambasadorët e tjerë paraardhës, jo të ngarkuar me punë, po ambasadorët e theksoj këtë aktiv në çështjet e politikës së brendshme të Shqipërisë, apo do jetë diferencë si ngarkuar me punë Nancy Varnhorn? Po varet çfarë udhëzime do të vinë nga departamenti i shtetit. Jo, si e kuptoni ju se ata kanë bërë një deklaratë që nuk përzihen, nuk futen në Po pra, America First është sot qëndrimi. Prandaj po them unë që unë e kam të vështirë të nxjerr ato përfundime që dëgjoj kështu nëpër studio që tashti me siguri sepse arsyeja e ka menduar shumë mirë. Më duket pak e vështirë kështu. Është thjesht një ambasador shumë mirë që është, padyshim. Sepse mungesa e një ambasadori, titullarit vërtet në krye të një përfaqësie, cila do qoftë dhe kudo qoftë, nuk është pozitive. Sidomos është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, po nuk jemi ne vendi vetëm. Pra nuk është një fenomen që lidhet me Shqipërinë kjo. Ke probleme se ne na dëmton më shumë zoti ambasador? Po tash thash, unë do të kërkoja më shumë përgjegjësinë të tanëve. Kujdo, nga të gjitha, nga komplet spektri, nga e majta deri në djathtë, se sa të huajve, sepse të huajt nuk do bëjnë kurrë punën për ne. Ata mund na ndihmojnë, do na ndihmojnë, por një gjë ki parasysh lutem. Se është, ne gabojmë, ai ishte shumë i mirë, ishte për Shqipërinë. Jo, asnjë nga ata nuk vjen për Shqipërinë. Ata vinë për politikën e jashtme të vendit vet. I shërbejnë vendit vet. Dhe është normale. Nuk e them negativisht, e them shumë pozitivisht. Unë kur kam qenë jashtë, kolegët e mi kemi ata që kanë punuar. Se ka ca të tjerë që kanë ndajt. Po ata që ka punuar, absolutisht, po ka ata që kanë punuar dhe që unë respektoj e çkapelen të gjithëve. Kolegë shumë të mirë. Rrinin çik tek këta, po si rrinin këta? Po rrinin tash, pra punë kishte emëruar që rrinin. Ju i kishit varca? Urdhra? Ju i kishit vartës? Jo, s'kam pa. Për fat kam pas ekipe të mira. Unë kam pas ekipe të mira. Po çishin këta që marrën kanë rrogët duke ndënë. Po tash ndodh. Unë për ekipet që kam patur jo të gjithë kanë qenë njësoj sigurisht, sepse ka gjithmonë cilësi të ndryshme, por unë nuk kam patur njerëz që rrinë. Desha të them ta mbaroj të fjali. Një ambasador që ka vendosur të punojë dhe e kanë thënë që të punojë, ai shërben vendit vet, nuk i shërben vendit ku emërohet. Dhe ka një shprehje, është një teoria dhe praktika e diplomacisë, është një libër i mrekullueshëm, kam pas fatin ta përkthej, kënaqësinë ta përkthej, se fatin e kam përkthyer në shqip. Ka një shprehje aty, thuhet diplomatët nuk duhet të rrinë shumë gjatë në vendin ku emërojnë, se go local. Bëhen lidhet më shumë me vendin, bëhen lokal, bëhen vendas. Nga ja bën gjim, bëhen vendas. Bëhen vendas se nuk janë më thjesht përçues të mesazheve nga vendi ku janë, ose kryet detyrave nga vendi ku janë, nga vendi ku i ka dërguar në vendi ku janë, po fillon kalon balanca. Kemi ne një kështu që po ne na ka shkuar edhe 11 vjet ambasador. 11 vjet ambasador, ky është rekordi? Po, në listën, po. Duke se ka bërë Rahmet Pas, po e them Shaban Murati një kështu me këta që kanë ndëjtur shumë ambasador. Është pjesë e administrimit të keq të shërbimit jashtë. Kam një pyetje, zoti Rama e ka futur Shqipërinë në këto momente midis një sanduiç midis Evropës, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po kaq të rëndësishëm jemi ne sa të konsiderohemi sanduiç. Ideja është e qartë. Ne kërkojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Për mua është ideja është e qartë. Ne kërkojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Dhe kjo kërkon ligjizim të politikës jashtme. Tash nëse do futesh në Bashkimin Evropian, do ligjizohesh me Bashkimin Evropian. Po? Nëse do bëhesh antar i shteti 51 Shtetet Bashkuara, do ligjizohesh me Shtetet Bashkuara. Ju jeni dakord që ne të bëhemi shteti 51 Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo. Unë e shoh vendin tim në Europë. Mirë, kjo kur themi jo, them vërtet, për te humorit, kur themi shteti 51, ne dim ata afeksion se kjo për të parë ka dalë në gazetën Koha Jon kur Amerika sulmoi Serbinë. Dhe ne, do të thonë, kjo ishte simbolike në këtë sens, thuhet kjo humor, ose ne jemi me vërtet dhe ne ekzistojmë sot ndër Amerika, zoti ambasador. Gjithmonë në kuadrin historik, po. Woodrow Wilson dhe gjithçka që lidhet me njohjen e pavarësisë së Shqipërisë, njohjen e kufive dhe gjithë të tjerë me radhë.
në diplomaci, sikurse edhe në marrëdhënie njerëzore, nuk ka miq të përhershëm as dhe armiq të përhershëm. Këtë nuk e them unë, e ka thënë Kissinger. Ka interesa. Qofse interesi i Shqipërisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, atëherë do veprosh në këtë kuadër. Jo, ti po thuaj që të shkëputemi çik në Amerikë se nuk e as i lidhur as i shkëputur në Amerikën. Thjesht se qëndrimi i Bashkimit Evropian ishte për bordin e paqes, kam fjalën. Po për bordin e paqes. Ishte një deklaratë e qartë e tyre që disensohesh. Bordi i paqes është qëndrimi ndaj sulmit kundër Iranit. Ka shumë gjëra të cilat Shqipëria. Po jo, pa aty ishte më e theksuar. Po jo, Shqipëria ka qëndrime të cilat nuk janë të ligjëzuara në Bashkimin Evropian. Dhe kjo nuk ndihmon sigurisht në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Qofse kemi seriozisht integrimin në Bashkimin Evropian, duhet të bëjmë çfarë intereson Shqipërisë në këtë aspekt. Po Bashkimi Evropian ka faj që ne nuk jemi sot antar i Bashkimit Evropian, zoti. Unë vajnë apo vetes time dhe gjithë neve bashkë. Po ju vetë tha që ne kemi qenë shumë afër. Po kemi shumë afër, por u larguam ne. Ne e bëm në theshtatën. Se bën nga jashtë. Do ishim antarësuar? Absolutisht. Çfarë viti? Do ishim me valën e parë, jam i bindur. Do të që i bie? Absolutisht jam i bindur me valën e parë, po. Viti 2000. Nëse Shqipëria do të kishte patur ato zhvillime që ka patur 4-5 vitet e para. 92, 95. 95. 96 arrëshqit. Nëse Shqipëria do kishte qëndruar në atë rrugë, se më pyete që pare ka fajin Rama, jo, jo, është drejtimi politik i Shqipërisë në shumë vite. 92-95 ka qenë e mrekullueshme, kanë qenë portat e hapura. Sa ishte rritja? Dhe ne po esnim përpara. Sa ishte rritja e Shqipërisë në të kohë? Nuk e mbaj mend. Se ishte një rritje. Po nuk e mbaj mend, po ka qenë kemi bërë hapa gjigante në atë kohë. Dhe kishte gatishmëri, hapje gojën e kishte gati. Çdo gjë. E vërtet. Unë atë kohë kam pas fatin të jem në Zvicër. Zviceranët janë shumë modest, nuk flasin. Nuk janë si disa vende tjera që japin, po themi, $30,000 dhe 90,000 bëjnë PR-in që ta marrësh vesh që ja dhën 30,000. Zviceranët kanë bërë projekte madhore këtu në Shqipëri. Rehabilitimi i turbinave të kaskadës Drinit është bërë me fonde zvicerane. I pari central ndërkombëtar i Shqipërisë është instaluar dhe ka filluar punë tetor të 94-s dhe që ka ndryshuar nga për brenda 30 sekondave nga duhet të bie 17 herë numrit për dalë jashtë në pam siç e kemi sot që marrim lidhje më mirë me jashtë. Është investim zviceran, ka dhënë një 8 milion franka nëse e mbaj më të mirë. Transformimi i institutit higjienës në institut shëndetit publik është bërë me fonde zvicerane. Etj. Janë pafund projektet madhore që me cilat na kanë ndihmuar tuaj tu. Kam pas fatin të jem lubrifikanti, se nuk kam qenë nismëtari, por lubrifikanti nga pozicioni i ambasadorit Zvicër për t'i lehtësuar këtë proces, dhe kam një kënaqësi të madhe kur kthej kokën mbas edhe shoh se sa punë të mira janë bërë në atë kohë. Kishte agend, më dëgjon çfarë po të them, kishte agend. Nuk ka agend. Tani s'ka agend. Jo. Flitet për integrimin evropian. Po kjo më shokon mua, zotë ambasador. Ky është realiteti dhe unë kështu e besoj, këtë që po them e besoj. Tani jemi në fund të intervistës, po do dua diçka, një komentuaj, një analizë të shkurtër për mbledhur për situatën në Iran. SBA, Izrael, luftë në Irani, ajo ngushtica e Hormuzit u bë hapë qele mbyll, kujtohet ajo loja e famshme në viteve të 80 dam nënç. Po. Qele mbyll. E para njerë, si po shkon, është fitore e Amerikës? Ja. Humbi Amerika? Unë e them me keqardhje të madhe, sepse edhe për shkak të rrënjëve të mia Amerikën e kam adhuruar dhe vazhdoj ta adhuroj, padyshim si Shtetet e Bashkuara. Pse rrënjët tuaj si janë? Po ato që thash, punë e biografive të tjera. Thjesht për këtë, se thash mos kishte ndonjë rrënjë amerikane. Jo, s'kam rrënjë amerikane. Kam thjesht e kishim si një model. Ai fanari ndriçuesi pretendonin të ishin në botë, për mua ishte. S'është tani? Jo. Ndryshoi rendi ri botror, zoti mos. Rendi ri botror është rënditur, nuk ka ndryshuar akoma në kuptimin se kur thuhet ndryshim ka marrë një formë tjetër. Po jo, kush është i riu? Po s'ka të ri pra sot. Kjo është sot të rit janë might makes right. Fuqia t'jep të drejtën. Kjo është gabim. Kjo është e mbrapsht. Kemi Rusinë që ka sulmuar Ukrainën, apo jo? Kemi Trumpin që kërcënon të pushtojë Groenlandën.
thjesht ato struktura të cilat kanë ruajtur paqen në botë për gati 80 vjet janë tronditur rënd. Unë vetëm shpresoj që siç ishte për Europën, sulmi rus kundër Ukrainës, një zile alarmi, zile zgjimi, shpresoj shumë që dhe mandati i dytë i Trumpit tjetë për qytetarët e Shtetet Bashkuara, po ashtu një zile zgjimi. Shtetet Bashkuara kanë qenë modeli, kanë qenë drejtuesit e botës perëndimore, botës liberal-demokratike. Tani janë. Po duket vetiu, derisa ka konflikte kaq të thella për çështje madhore. Po deklarata e zotit Trump që do zhduket një qytetërim? Këtu mua më dëshpëron fakti që me parashtime shumë të rralla dhe të buta, liderat e botës perëndimore, vendeve perëndimore, vendeve liberale demokratike nuk u shprehen hapur, thonë që kjo është e papranueshme. Nuk mund të zhdukesh. Po pse? Me vërtet, kjo është një gjë Kjo është shumë. që ju është gjë më e rëndësishme që keni thënë. Për mua është shumë e Po papranueshme. si ka mundësi? Politika. Ç'më thon politika? Nuk e di, akoma mendojnë që besojnë që Do rregullohet. duhet me i përkëdhel nga pak. Nuk e di. Unë s'jam i bindur. S'jam askushi që ta them, por nuk jam i bindur që mund ndodhi kështu, sepse nuk mundet të sulmosh Iranin pa pritur që Irani të mbylli ngushtisë e Hormuzit. Kjo ka qenë, siç del nga intervistat e John Bolton për shembull, që është i brendshëm, ka qenë në dosje, di. Dhe çuditesh që u mbyll ngushtisë e Hormuzit. Pra, domethënë janë ca ju më pyetu të shpar për çfarë përfundime nxjerrun nga emërimi i ambasadorit ri amerikan në Shqipëri këtij personi. Po them që ke një vështrim gjeostrategjik në nivel global, madhore, që është drejt shkurtër. Çfarë do ndodh, askush s'e di. Po kemi kështu the day after? The day after nuk do jetë si dita më përpara. Sepse ajo që tham, domethënë, rendi botror është tronditur rënd, nuk është shkërmoqur akoma, po është tronditur rënd. Kemi dy aktor që unë nuk do t'i krahasoja në asnjë mënyrë me njëri tjetrin, këtu s'duhet të keq kuptohen. Kemi Rusinë nga njëra anë, që është keqbërës madhor, keqbërës me qëllim. Kemi Shtetet e Bashkuara, të cilat janë larguar nga i pozicioni i liderit të botës perëndimore, duke thënë America First edhe stop, po America First me një interpretim mbyllemi brenda kufive. Harrojnë që një fuqi globale, siç është Shtetet e Bashkuara, fuqia më e madhe në botë, ka jo vetëm përgjegjësi, jo vetëm të drejta, po të paguajë kosto. Ndikimi gjeopolitik ka kosto. Dhe fal të ndikimi u bën liderat botëror dhe unë sinqerisht e përqeja shumë atë periudhë atë kohë, sepse kishe një drejtues të fuqishëm në botë. Nga ana tjetër ke një Kinë, e cila ndryshe nga Rusia, që është shtet i papërgjegjshëm dhe që me qëllim vepron në mënyrë negative, Kina është në rritje ekonomike, Kina kërkon qetësi, Kina kërkon rend, Kina kërkon rregulla, Kina kërkon marrëdhënie të mbështetura në marrëveshje, dhe ndërkohë po hapet. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara janë tërhequr për shembull nga Afrika, Kina po zgjatet, po shtrihet aty. Në Afrikë, po. Në Afrikë. Pra ke këto tre pole kryesore, të cilat veprojnë në mënyra të ndryshme, dhe që në një farë mënyre eklipsojnë çfarë duhet të bëjnë ato struktura të sigurisë globale të ngritura në këto 80 vite dhe që kanë dhënë rezultat. A janë perfekte? Jo. Po paqen në pjesën tonë të botës e kanë ruajtur. Po Shqipëria dhe shqiptarët, se jo vetëm shteti ynë, po edhe Shqipëria dhe shteti Kosovë. shqiptarët unë besoj që duhet jemi të ankoruar në mënyrë të pasgjillshme me Bashkimin Evropian, po jo vetëm me fjalë. Edhe me vepra. E ke fjalën për shtetin shqiptar apo shtetin e Kosovës? Të dy. E vlerësoni atë që po bën shteti i Kosovës në raport me Amerikën dhe me BE-n? Për mua vepron gabim. Shteti i Kosovës, pavarësisht retorikave dhe ku diun shfaqjeve patriotike, folklorike, shteti i Kosovës ekziston. Fal botës liberal demokratike me në krye Shtetet e Bashkuara. Po ç'është ky
sovranizëm dhe kjo eufori kështu si mbire, zoti ambasador. Po të shohim një analogji me kohën para 90-s, kishim ne një sovranizëm, ne fanari ndriçues të përgatitur. Tash rikthyer kjo? Këtu jo. Po jo, Kosovë. Ai është një marksist i vogël. Kurti, Albin Kurti. Një marksist i vogël. Po si do ndryshoj gjendja, si do zgjidhet se bëhesh armik me Amerikën? Atëherë këtu po them diçka nga një takim i nivelit shumë të lartë. Unë kam qenë në zyrën e Kurtit, shoqëroja një ministër të jashtëm. Po. Kur i tha, kujdesi, tha, se marrëdhëniet me Amerikën janë themelore, se mund të largohen fare prej këtu. Ai me këmbë për këmbë tha, e kanë bluff, nuk largohen, se kanë interesa strategjike në Kosovë. Dhe pyetër, cilat janë këto interesa strategjike? Që ata nuk largohen me çdo kusht nga Kosova. S'është vërtet. Ata kërkojnë partner. I kërkojnë edhe sot. Po kam dëgjuar në veshtemi. Është nga ato dëshmitë të dorës së parë. Po, ato i them vetë. Këmbi këmbë, tha? Këmbi këmbë. Dhe ju po thoni që ai është një diktator i vogël? Unë thash është një marksist i vogël. Marksist i vogël, më fal, një marksist i vogël? Po, sovranist, thjesht një ka të aftësinë të bind. Si pas ka faj Rama këtu në këtë drejtim? Jo, absolutisht jo. S'ka faj Rama. Keni një parashikim për Kosovën? E kam vështirë ta bëj. Rrezikon? Kthim brapa nuk ka. Kuptimin që të shkoj të rikthehet pjesë e Serbisë, këtë nuk ka shans të ndodhi për shumë arsye, përfshirë edhe fakti që botës liberale demokratike i duhet thotë na falni se kishim gabim, që nuk e kishin gabim, e kishin shumë mirë. Por sa do eci përpara Kosova për të përmirësuar një herë situatën brenda vetes dhe pastaj marrëdhënie me të tjerët, varet nga kosovarët. Siç varet nga ne integrimi evropian. Jo me Gjermania. Ne ndihmojmë Kosovën. Ne jemi përpjekur ta ndihmojmë Kosovën sa së thuhet. Një nga drejtimet themelore të politikës jashtme të Shqipërisë ka qenë mbështetja, dhe kur them mbështetja, jo thjesht shtetit të Kosovës mbas formimit të shtetit të Kosovës, por gjithmonë e kauzës Kosovës. Jo, e kuptoj këtë për në këtë moment. Jo, në këtë moment ndaj Kurtit. Në këtë moment, shikoj, ndaj Kurtit. Çfarë do të bërë? Ndaj Kurtit duhet bërë diçka nga vetë kosovarët, nuk mund të bësh gjë. Për sa i përket politikës jashtme, unë po tregoj vetëm një aspekt. Sa ata nuk ne janë përgjigjur, ne. Nuk janë përgjigjur. Kur ata kanë bërë kërkesën për antarësim në Këshillin e Evropës, Shqipëria, megjithëse para 2 muaj isha vetë si sekretari i përgjithshëm, më fal, si drejtor i rajonit në Prishtinë, 2 muaj përpara isha atje. Ne kemi marrë vesh kërkesën për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës nga një ambasador i një vendi tjetër që ja thot ambasadorit tonë që Kosova ka paraqitur kërkesën. Do të thonë ata nuk e kishin thënë Shqipërisë. Fare. Si ka mundsi? Fare. Pyesja ata. Ky është fakt historik. Kjo që nga shumë e rëndë. Ky është fakt historik. Kjo është shumë e rëndë, zotë. Megjithëse ne po koordinonim çdo gjë, po përgatisim terrenin, thash kam qenë personalisht drejtorisë rajonit. Atë pyeti ata. E fundi për ta mbyllur, mos është zgjidhja e kësaj çështje bashkimi i Kosovës me Shqipërinë? Do dalim prapë tema patriotike. Unë besoj që skenari ideal do të ishte Kosova dhe Shqipëria të dyja në Bashkimin Evropian dhe 2 vota. 2 vota. Ky ishte më mirë. Unë mendoj. Kështu e thoshte Ismail Kadereja gjithmonë. Po nuk e kam timen, nuk është pike ime, kjo e kam dëgjuar. Nga kush? Nga Ismail Kadereja. Ismail Kadereja. Atëherë unë godita në shenjë, godita në shenjë. Më mirë 2 vota në bëje. Po. Nuk shikoj. Është në dorën tonë që kufirit mos ketë rëndësi. Dhe sot realisht është s'ka rëndësi fare. Ç'rëndësi ka nëse ke një qeveri në Prishtinë dhe një në Tiranë apo ke vetëm një në Prishtinë apo në Tiranë? Domethënë, këto janë pjesë të atij patriotizmit. Si ato landet në Gjermani? Si landet, këto janë pjesë të atij patriotizmit folklorik që unë duhet i shmangem. Kush është interesi vërtet i njerëzve? 2 vota. 2 vende. Interesi i vendit duhet të jetë interesi i njerëzve. Mirë, po e kam thënë 2 vende, 2 vota. Se ke dhe Korenë e Veriut, që interesi i Kim Jong-un nuk është interesi i... Nësa ne nuk e kemi. Ne nuk e kemi këtë situatë. Kështu interesi i vendit tonë duhet të jetë i përputhur me interesin e njerëzve. Dhe kush na çon atje? Kjo është për mua baza me cilën duhet bërë analiza. Zoti ambasador, unë kam bërë 2 intervista në një sot, në fakt.
e di që do kem raste tjera, se më ke ngasmuar, ashtu disa gjëra nga diplomacia dhe më rrëshqitën, madje edhe nga ajo histori e parë se thashë orez nuk do pyes dot për këto të tjerat, po vërtet unë nuk naqa, u gëzova sepse ju e shkrit aq bukur dhe historinë personale, se edhe ajo është një histori që duhet treguar dhe duhet bërë publike njerëzve, ata që kanë jetuar me ju, por edhe brezave që nuk e njohin fare atë historisë. Ne kemi ata që kanë lindur 1990 janë 36 vjeç sot. Më ngacmova me këtë që the, me mundësinë për një herë tjetër, sepse në karrierën time të gjatë kam pas fatin dhe privilegjin të jem aty në momente shumë të rëndësishme. Për shembull, në momentin e liberalizimit të vizave, dikur më ke intervistuar. Po. Ka qenë një nga proceset më të rëndësishme që unë kam ndjekur. Atëherë kishte edhe një entuziazëm, zoti ambasador? Kishte program, kishte politikë të jashtme dhe kishte një qeveri që më shteste. Atëherë edhe sekretari Atëherë nuk ishin udhëzimet që vinin nga atëherë nuk ishte udhëzimi joni ishte të realizonim liberalizimin e vizave, po ishim ne niveli teknikëve që i thonin qeverisë çfarë duhet bënte dhe e bënte. Sot do dhe kundërta. Tani në aspektin mediatik, atëherë kishte edhe sekretar të përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme që jepte intervistë. Unë sot nuk e di kush është. Kush është ai? Ju nuk e di. Ai sekretari i përgjithshëm i asaj kohe. Ju pra? Po pra. sepse në kundërshtim me ose në kundërshtim, në përjashtim me rregullin që në shërbimin e jashtëm duhet të jepet intervistë me miratim, dhe kjo është normale. Po është normale. Përveç rastit kur zgjasë mikrofonin përpara, kjo është normale. Sigurisht. Kur unë i kam dërguar ministrit asaj kohe, kërkesën e dikujt, një gazetari për një intervistë në zyrë, ja bëra me shkrim, më thiri poshtë, hajde çika. Çfarë është kjo? Thash, kështu është rregullorja, unë duhet të kërkoj miratim. Po ikër se kjo është puna jote, tha mos më merr më leje për këto gjëra. Ishte ky ministër. Ky ministër. E di kush ka qenë prit? Ilir Meta. Ilir Meta, Po. Unë dëshmoj çka kam parë. Kështu të ka thënë Ilir Meta. Po, kjo është puna jote. Dhe mos më hajde më për tilla gjëra. Dhe unë që atëherë vendosa të marrëdhënien e mrekullueshme që ti e përmende, që sapo gazetarët më kërkonin, mua ose nëpërmjet asistentes time, më kërkonin intervija për përgjigjen direkt, sepse nuk kisha nevojë të merrja. Asi nuk ta ka thënë siç e thashun, sekretari i përgjithshëm jepte intervista. Po, jo, vërtet. Tani vjen keq që Ilir Meta është izoluar? Sigurisht. Ai arrestimi më vjen keq për tërë këtë proces. Domethënë është ai arrestimi Shiko, dua t'i ndaj gjërat. Unë kujtoj me respekt, se nuk mund ta mohoj, edhe e kam thënë edhe në vende të tjera. Ai ka qenë ministri i jashtëm shumë i mirë. Pjesën tjetër nuk hyj. E kuptova. Nuk hyj fare. Zoti ambasador, ministri i jashtëm sepse do dëgjonte, do të ndiqte. Tash pjesën tjetër nuk hyj fare. Flas vetëm në këtë aspekt. Zoti ambasador, të falenderoj shumë për këtë intervistë, më vërtet shumë të rëndësishme dhe të këndshme. Shumë faleminderit që më ftuat. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga unë Rlanqa Foku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.